Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me një tension të padukshëm, por të ndjeshëm në çdo ajër që lëvizte. Banorët ndanin shikime të shkurtra midis tyre, disa duke buzëqeshur nervozisht, disa duke mbajtur frymën, të gjithë të vetëdijshëm se po ndodhte diçka që mund të shpërthente në çdo moment. Në qendër, Eliona dhe Labinoti qëndronin përballë njëri tjetrit, duke marrë të gjithë vëmendjen. Labinoti, me një ton të prerë dhe një shikim pak të ftohtë, tha: "Mos mu afro, se të vjen era duhan." Fjalët e tij ishin si një sfidë e hapur. Të gjithë ndaluan për një moment, duke ndjerë tensionin që rriteshte. Eliona nuk mund të lejonte të fshihej pas fjalëve të tij dhe ju përgjigj me vendosmëri. "Por një ton qëmbës, a e kam përdorur ndonjëherë historinë time në shtëpi? Po të duket se jam përpjekur të manipuloj dikë, po jo. Nuk është e drejtë që ta thuash këtë." Banorët e tjerë e panë se situata po zhvillohej si një përballje e vërtet dramatike. Njerëzit filluan të afrohen pak më shumë, duke krijuar një rreth të vogël rreth tyre, duke dëshmuar çdo fjalë dhe çdo reagim. Labinoti ngriti supet dhe foli me një ton të ftohtë, pothuaj kërcënues: "Historia jote është fake, nuk është reale. Më kanë sjell nga Gjermani dhe nuk e ke treguar. Po të ta japin votën Shqiptaria, vetëm se i dhimbësh shumë për disa gjëra, për të tjerat nuk ta japin as lojën. Nuk të pëlqejnë, as nuk të vlerësojnë si duhet." Fjalët e tij ishin të forta, si një goditje e papritur. Eliona ndjeu një valë zemërimi, por përpiqej të qëndronte e kontrolluar, duke marrë frymë thellë dhe duke mbajtur shikimin e drejtuar drejt tij. Ajo ngriti pak duart dhe tha me një forcë të qartë: "Mos hidh kunja, Labinot. Mos përpiqesh të më ulësh me fjalë, sepse nuk ta mban morali." Banorët mbajtën frymën. Disa ishin të habitur nga ashpërsia e situatës, disa e shikonin me admirim vendosmërinë e Elionës. Atmosfera ishte e tensionuar, por edhe elektrizuese, si një shkëndijë që mund të ndezte çdo moment. Labinoti ju përgjigj me një gjest të vogël të dorës. "Duke treguar vendosmëri dhe një farë superioriteti, ti ke treguar vetëm sepse ke moral të dobët. Nuk është për lojë, nuk është për simpatinë e dikujt, është vetëm mënyra jote që tregon pamjaftueshmëri. Asgjë më shumë." Eliona hodhi një hap përpara, duke ngushtuar distancën mes tyre, por pa u frikësuar. Sytë e saj ishin të ndezur nga emocioni dhe vendosmëria. "Nuk është morale të dobët. Nuk është as gjykimi i lojës apo simpati, por është për të treguar atë që kam kaluar, atë që jam, dhe nuk është fake." Tensioni brenda dhomës u shtua. Banorët filluan të flasin me zë të ulët, disa për të mbështetur Elionën, disa për të ndihmuar që situata të qetësohej. Shikimet e tyre ishin të ngulitura tek secili detaj i fjalëve, secila grime e emocioneve që shfaqej në fytyrën e Elionës dhe Labinotit. Labinoti hodhi një hap pas, duke përpiqur të ruante qetësinë, por fjalët e tij ishin ende të prera. "E kuptoj që ndihesh keq, por mënyra si e tregon këtë histori nuk është bindëse për shtëpinë. Nuk po them që nuk ke ndjenja, po mënyra jote. Nuk ka peshë tek të tjerët. Nuk është e vërtetë që ata të ndajnë këtë me ty." Eliona mbajti frymën dhe foli më ngadalë, duke vendosur theks mbi çdo fjalë: "Nuk është çështje bindjeje të tjerëve. Çdo histori ka vlerë, çdo ndjenjë ka rëndësi, dhe secili duhet ta kuptojë këtë pa u bërë gjykatës. Nuk është për të fituar simpatinë e askujt, është për të treguar atë që jam." Banorët u tundën në heshtje, disa me buzëqeshje nervoze, disa duke ndjerë tensionin dhe dramën e momentit. Toni, duke vëzhguar situatën, bëri një koment të ulët: "Po shikoj, kjo është drama më e madhe që kemi pasur këtë javë." Klodi qeshi lehtë, por në mënyrë që nuk e prishi momentin, duke shtuar një farë lehtësimi në tension. Labinoti hodhi një shikim të gjatë, duke analizuar vendosmërinë e saj. "Po, e di që nuk po përpiqesh të manipuloje. Po mënyra si e tregove. Nuk bind shumë, sepse nuk duket reale për ata që e shohin nga jashtë." Eliona buzëqeshi lehtë, por sytë e saj mbetën të ndezur me vendosmërinë e brendshme. "Nuk është problem bindja e askujt. Është respekti dhe e vërteta ime, dhe nuk kam nevojë të bind askën për këtë." Në minutat e fundit, debati u ul pak, por tensioni mbeti në ajër. Banorët e tjerë qeshën nervozisht ose shikuan me habi, duke ndjerë dramatizmin e çdo fjalë të shkëmbyer. Situata tregoi qartë kompleksitetin e marrëdhënieve në Big Brother Kosova: respekti, ndjenja personale, perceptimi i të tjerëve dhe mënyra se si secili komunikon realitetin e vet. Kur debati përfundoi, Eliona dhe Labinoti mbetën përballë njëri tjetrit me një respekt të heshtur. Atmosfera ishte ende e ngarkuar.
por energjia ishte kthyer në një tension të kontrolluar, që la të kuptojë se secili kishte mësuar diçka nga ky moment dramatik. Banorët e tjerë shikonin dhe diskutonin në heshtje, duke ndjerë rëndësinë e asaj që sapo ndodhi. Ky debat nuk ishte thjesht një përplasje verbale, ishte një moment që tregoi forcën e karakterit, kompleksitetin e emocioneve dhe rëndësinë e sinqeritetit në lojë dhe në marrëdhënie personale. Për banorët e pranishëm, ishte një nga ato çaste që nuk do të harrohej kurrë, një kombinim perfekt midis tensionit, emocioneve të forta dhe reflektimin. Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me energji kur Gjeneta u pozicionua përballë Ludos. Banorët, të vetëdijshëm se ajo kishte diçka për të thënë, filluan të afrohen me kurreshtje, disa duke buzëqeshur dhe disa duke shkëmbyer shikime të përulur. Atmosfera ishte e tensionuar, por e mbushur edhe me humor dhe kuriozitet. Ludo, nisi ajo, duke e shikuar direkt në sy, ti nuk ke bërë mirë që ke ofenduar Bian. Nuk është thjesht një fjalë, por mënyra se si e ke krahasuar me dikë tjetër. Ludo buzëqeshi nervozisht dhe tha me një ton të lehtë, po e di, po, ha, por nuk e kisha menduar aq seriozisht. Ky reagim nxiti disa buzëqeshje dhe shikime kurioze nga banorët e tjerë, të cilët filluan të rrotulloheshin rreth Gjenetës. Gjeneta vazhdoi me dramatizim dhe mimik të tepruar, dhe pastaj t'i lavdërove Kim Kardashianin. Po të dyja bëjnë të njëjtën punë, po të dyja janë të bukura dhe po të dyja e bëjnë punën me pagesë. Pse bia bie poshtë dhe Kim ngrihet lart? Klodi, duke buzëqeshur, tha me shaka, ha, Gjeneta po na jep një leksion mbi bukurinë dhe famën. Toni, duke shtuar humor, tha, kjo është një situatë që vetëm Big Brother mund ta prodhojë. Banorët filluan të qeshin, disa duke bërë shaka për Kimin dhe disa duke mbrojtur Bian. Atmosfera u përshkallëzua në një energji kolektive qeshjeje. Benita shtoi me buzëqeshje, po kjo është çështje serioze. Nuk është thjesht humor. Disa banor filluan të dramatizonin gjeste dhe shprehje, duke imituar Gjenetën dhe Ludos, duke kthyer momentin në një komedi improvizuese brenda shtëpisë. Gjeneta ju drejtua Ludos sërish, nuk është thjesht për të qeshur. Duhet ta kuptosh mesazhin, respekt dhe barazi. Ludo ngriti supet dhe buzëqeshi përsëri, po, e kuptoj, ha, por nuk mund ta ndaloj qeshjen. Banorët shpërthyen në qeshje, duke dramatizuar çdo fjalë dhe duke shtuar komentet satirike. Gjeneta po na bën të gjithë pjesëmarrës të spektaklit. Gjeneta vazhdoi të rrëfente me mimik dhe zë dramatik, duke përshkruar çdo detaj të situatës. Shikoni, tha ajo, nuk është çështje vetëm e humorit apo krahasimeve. Është për të kuptuar se të gjithë kemi vlerë. Klodi bëri një shaka, po dukemi si ekip perfekt për komedi. Dhe Toni shtoi, po, tani kemi Bian, Kimin dhe spektaklin Big Brother në një moment. Banorët filluan të shtojnë komentet e tyre dhe të dramatizonin secilën fjali, duke e kthyer çdo dialog në një moment komik. Ludo tentoi të qetësoj situatën me humor, ha, po nuk e kisha menduar seriozisht, por tani e kuptoj më mirë. Ndërkohë, Klodi dhe Benita vazhduan të shtonin shaka dhe dramatizime vizuale, duke e bërë momentin edhe më të gjallë. Gjeneta përdori mimikën dhe pauza të vogla dramatike për të përforcuar mesazhin. Po, Ludo, duhet të kuptosh. Nuk është thjesht për të qeshur, por për të kuptuar se të gjithë kanë vlerë dhe meritojnë respekt. Qeshjet dhe komentet e banorëve u rritën, disa duke dramatizuar versionet e tyre të rrëfimit, disa duke imituar mimikën e saj. Toni përfundoi me një koment ironik, kjo është Big Brother në nivelin më të lartë, Bia, Kim dhe qeshjet tona të përbashkëta. Kur rrëfimi u mbyll, Gjeneta buzëqeshi triumfalisht. Ludo bëri një shaka të lehtë për të qetësuar tensionin, ndërsa Klodi dhe Benita vazhduan të komentojnë dhe qeshin. Banorët e tjerë mbetën duke qeshur dhe duke bërë shaka, duke e kthyer këtë moment në një episod të paharrueshëm, ku humor, dramatizëm dhe reflektim bashkohen për të krijuar atmosferën e veçantë të Big Brother Kosova. Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me zhurmë të lehtë, duke krijuar një tension të ndjeshëm mes banorëve. Një grup i vogël u mblodh rreth Gjenetës dhe kushtrimit, duke ndjekur me kujdes çdo fjalë që do të shkëmbehej. Gjeneta, e vendosur dhe me sytë plot zjarr, ju drejtua kushtrimit me një kombinim vendosmërie dhe shgënjimi. Kushtrimi, filloi ajo, me një ton të qartë dhe të prerë, ti ke thënë që ke flirtuar me të gjithë shoqet. Ti nuk je real. Ke thënë se je single, por nuk je. Kemi qenë të dy bashkë në mbrojtje të njëri tjetrit dhe tani dukesh sikur nuk vlen asgjë nga ajo që kemi ndarë.
Kushtrimi u ngrit pak më afër, me një shikim të ngatëruar. Ai nuk mund të fshite pak kënaqësinë dhe pak ndjenjen e fajit, por po përpiqej të ruante qetësinë. Banorët e tjerë e shikonin me kuriozitet, disa duke buzëqeshur lehtë, disa të shqetësuar për tensionin që po zhvillohej. Gjeneta vazhdoi, duke bërë një gest të ngadalë drejt tij dhe duke i dhënë byzylykun që i kishte dhënë si kujtim. Po të jap këtë byzylyk, sepse është kujtim. Kur dolën gjërat e tjera, ti fillove të filtronje me Dolcen. Mua qore nuk më bën dot, Kushtrimi, sepse të kam parë duke filtruar me Dolcen. Çfarë ndodhi atëherë? Kushtrimi u përpoq të përgjigjej, por Gjeneta e ndërpreu, mos më gënje, mos e minimizo këtë gjë. Të kam parë. Nuk po flas për thashe theme, po flas për atë që ti ke bërë para meje dhe para të tjerëve. Dolce, e cila kishte qëndruar e heshtur pak më larg, ndërhyri me një ton qesharak dhe ironik, filtron për lojë, Gjeneta. Thjesht për lojë. Gjeneta e shikoi atë me një kombinim zhgënjimi dhe sfide, po ke filtruar për lojë, thuaje haptazi. A mendon që Dolce të pëlqen ty? Apo po tenton të bësh shaka me situatën? Banorët filluan të qeshin dhe disa filluan të komentojnë midis tyre, duke dramatizuar situatën. Klodi, që ishte afër, tha me shaka, kjo është drama më e madhe e javës. Gjeneta ka kapur çdo detaj. Toni shtoi, duket sikur kemi një serial të vogël këtu. Kushtrimi nuk po di ku të fshihet, ha. Gjeneta, megjithatë, nuk e humbi fokusin. Ajo ju drejtua Kushtrimit me më shumë vendosmëri, duke i shtuar tensionin dramatik, shiko, nuk është çështje shakas. Nuk mund të përdorësh lojën ose flirtimin për të manipuluar situatën. Nuk mund të bësh sikur gjithçka është normale. Unë kam parë çdo gest dhe çdo fjalë. Nuk po flas për thjesht thashe theme, po flas për atë që ka ndodhur përpara meje dhe përpara të tjerëve. Kushtrimi përpiqej të justifikohej, por fjalët e Gjenetës ishin të prerë dhe të qarta. Ai u shtrëngua pak dhe përpiqej të gjente fjalët e duhura për t'u përgjigjur, ndërsa banorët tjerë ndiqnin çdo lëvizje. Dolce ndërhyri përsëri me një buzëqeshje ironike, po, gjithçka është lojë. Nuk është reale, vetëm një lojë e vogël midis nesh. Gjeneta nuk e lejoi ta shmangte, po ke filtruar për lojë, thuaje haptazi. Mos e bëj si të ishte diçka tjetër. Ti po përpiqesh të maskosh emocionet dhe motivet e tua. Banorët filluan të qeshin më shumë, disa imituan gjestet të Kushtrimit dhe Dolces, duke i shtuar situatës një nuancë komike, por tensioni midis Gjenetës dhe Kushtrimit mbeti i fortë dhe i dukshëm. Gjeneta vazhdoi me një intensitet të rritur. Kushtrimit, nuk mund të gënjesh apo të fshehesh ndjenja. Po të shohim lojën dhe flirtimet e tua, nuk mund të mashtrosh askën. Nuk po flas për simpati ose lojë, po flas për realitetin dhe për atë që kemi ndarë ne të dy bashkë. Nuk mund ta shpërfillësh këtë. Kushtrimi u tërhoq pak, duke ndjerë presionin, ndërsa banorët filluan të komentonin me zë të ulët midis tyre. Disa e mbështetën Gjenetën, disa përpiqeshin të qetësonin situatën, duke e bërë ambientin të ndjehej si një skenë e vogël teatrale. Gjeneta, me një gjest të ngadalë, ngriti dorën dhe tregoi byzylykun sërish, kjo është për kujtim. Për të kuptuar se nuk bëhet fjalë për lojë, por për besim. Nuk mund të përdorësh lojën ose thashethemet për të manipuluar. Çdo gjest ka pasur kuptim, Kushtrimit. Dhe unë e kam parë gjithçka. Dolce bëri një shaka për të lehtësuar tensionin, ha, po duket sikur jemi në një dramë të plotë. Kjo është Big Brother në nivelin më të lartë. Gjeneta e mbylli rrëfimin e saj me një ton triumfues, por edhe të lodhur emocionalisht, po, Kushtrimi nuk është lojë. Nuk është për të bërë sikur nuk ka ndodhur gjë. Çdo gjest, çdo fjalë, çdo moment ka rëndësi dhe nuk mund të manipulohet. Historia ime, respekti im dhe kujtimet që kemi ndarë nuk mund të fshihen. Tensioni u ul pak, por energjia mbeti e lartë. Banorët që ishin duke parë gjithë situatën e kuptuan rëndësinë e momentit dhe filluan të komentojnë në heshtje. Shikimet e tyre ishin të mbushura me kuriozitet dhe respekt për vendosmërinë e Elionës. Ky debat tregoi se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë, por një vend ku emocionet, besimi dhe ndjenja e vërteta e secilit banor përplasen me lojrat, intrigat dhe manipulimet. Për banorët që ndodheshin aty, ishte një nga ato momente që do të mbeteshin të paharrueshme, tension, qeshje, dramatizim dhe reflektim i pastër.